Me dhimbje të thellë, njoftojnë ndarjen nga jeta të papritur të patriarkut të komunitetit arbëresh në Argjentinë, kryepiskopit ortodoks Alejandro Greco. Ky lajm i hidhur 4 ditur jo vetëm komunitetin shqiptar në Amerikën Latine, por edhe mbar kombin shqiptar, për të cilin ai është një zë i fuqishëm dhe i palodhur në ruajtjen dhe promovimin e identitetit kombëtar. I lindur në një familje me rrënjë arbëreshe nga Kalabria, Greco u bë simbol i lidhjes shpirtërore dhe kulturore mes shqiptarëve të diasporës dhe atdheut. Si kryepiskop i kishës ortodokse shqiptare në Buenos Aires, ai shërbeu me përkushtim për më shumë se 2 dekada, duke udhëhequr komunitetin jo vetëm në aspektin fetar, por edhe në ruajtjen e gjuhës, traditave dhe historisë shqiptare. Greco ishte i njohur për përkushtimin e tij të palëkundur ndaj çështjes shqiptare. Në çdo paraqitje publike ai mbante me krenari flamurin kuqezi dhe shpeshherë shprehte dashurinë e tij të thellë për Shqipërinë dhe Kosovën. Në një intervistë të fundit të vitit 2019, jemi vëllezërit tuaj që para shumë vjetësh kemi shkuar në një vend të largët, por vazhdojmë të jemi vëllezërit tuaj. Përmes rrjeteve sociale, Greco ndante imazhe frymëzuese dhe përkujtime për figura të ashtëquajtura historike shqiptare, duke i bërë ato të njohura edhe për brezat e rinj në diasporë. Ai ishte një zë e rëndësishëm në ruajtjen e identitetit kombëtar, me një mjedis ku asimilimi ishte një sfidë e përditshme. Vdekja e tij lë një boshllok të madh në zemrën e të gjithë atyre që e njohën dhe e vlerësuan përkushtimin e tij. Ngushëllimet më të sinqerta dashkojmë për familjen e tij, miqt dhe të gjithë komunitetin shqiptar në Argjentinë dhe më gjërë. Trashëgimia e tij do të jetojë përmes veprave dhe dashurisë së tij të pakushtozuar për kombin shqiptar, edhe pse jetonte mijëra kilometra larg. Arbëreshët e Argjentinës, 2 herë emigrant të shpërngulur nga arbëria drejt tokave të Italisë, që u fituan nga heroi jon Gjergj Kastrioti, ndaj mbështetjes që i dha mbretit të Napolit. Shumica e shqiptarëve që mërguan në Argjentinë ishin arbëresh nga Italia jugore, ndërsa rritja e margineve shqiptare në Argjentinë ndodhej në fillim të shekullit e 20, me mbaritjen e rreth 20.000 deri në 30.000 shqiptarëve. Sot, përveç disa familjeve në Rosario dhe Cordoba, pothuajse të gjithë shqiptarët e Argjentinës jetojnë në kryeqytetin Buenos Aires. Për çdo vit me 29 nëntor, Shoqëria Patriotike Shqiptare Skënderbeu feston ditën e flamurit me këngë dhe ushqime tradicionale. Figura e njohur arbëreshe në Argjentinë është Ernesto Sabato, shkrimtar dhe dietar i njohur. Gjatë emigrimit të madh të italianëve të jugut në Argjentinë, kishte edhe shumë arbëresh. Në shekullin e 19 ata u bën pjesë e emigrimit të madh evropian drejt Amerikës së Jugut. Shumica e shqiptarëve që emigruan në Argjentinë ishin arbëresh në Italia jugore. Një ngritje e numrit të shqiptarëve në Argjentinë ndodhi në fillim të shekullit të 20, me mbaritjen e rreth 20.000 deri në 30.000 shqiptarëve. Shumë u përzien me italianët dhe vendasit dhe kështu nuk mund të flisnin me gjuhën shqipe. Në lagjen Palermo të Buenos Airesit ka një kongregacion arbëresh prej disa qindra vetash, i cili është bërë bashkë në shoqatën Frascineto. Ata deklarojnë se vijnë nga qyteti Frascineto i Kalabrisë dhe se kanë emigruar në Argjentinë në periudhën e ndërmjet luftërave për shkak të kushteve të këqija ekonomike që mbizotëronin atje. Sipas fesë, shumica e shqiptarëve në Argjentinë janë të krishterë, ndërsa një pakicë janë musliman. Një famulli ortodokse shqiptare është vendosur në Buenos Aires në peshkopin shqiptar Aleksandër. Numri saktë i shqiptarëve në Argjentinë nuk dihet, por mendohet se ata mund të arrijnë deri në 50.000. Në katunin Beriso ose Berisha në Shqip, në provincën e Buenos Airesit, e cila është pjesë e zonës urbane të komunës Greater La Plata, e cila ka një popullsi prej rreth 95.000 banor, sipas regjistrimit të vitit 2001. Thuhet se jeton edhe një komunitet mjaft i gjerë arbëresh, ku rrënjët e tyre zën fill tek pasardhësit e Skënderbeut që u shpërngulën në Argjentinë shekuj më parë. Shoqëria shqiptare e Berishos është formuar në 1907 dhe qendra e tyre ka qenë në Calle Valparaíso të Rio de Janeiros. Aktualisht ata janë në Argjentinë, aq shumë sa që shoqëria shqiptare e Berishos ka edhe kishën e saj, si dhe qendrën kulturore arbëreshe. Kolektivi shqiptar i Berishos, e cila është një shoqëri që ka ruajtur deri në ditët e sotme traditën arbëreshe, sipas të rrjetit social Facebook ka kremtuar festën e kurorëzimit të mbretëreshës dhe çdo festë tjetër shqiptare. Një nga personalitetet që me shumë zell ka promovuar identitetin arbëresh dhe shqiptar në Amerikën e Jugut është Monsignor Alejandro Greco. Një veçori e cila ka rënë në sy periudhën e fundit lidhet me prezantimin e tij, me secilën paraqitje sidomos në rrjetet sociale,
ai marshallin me simbole kombëtare shqiptare, por edhe flamurin kombëtar kuqezi. Në një intervistë realizuar gjatë një takimi në Buenos Aires në dhjetorin e vitit 2019 me media shqiptare, Monsignor Alejandro Greco shpjegon për ardhjen e të parëve të tij dhe mbërritjen në Argjentinë dhe me shumë pasion thekson dashurinë për Shqipërinë dhe Kosovën. Ai shpreh se Shqipërinë e ka vizituar vetëm një herë, por ëndër e tij mbetet një vizitë në Kosovë. Gjithashtu Monsignor Alejandro nënvizon nevojën e ndihmës nga shtetet am për ruajtjen e identitetit shqiptar në Argjentinë, që çdo ditë po bëhet edhe më vështirë, duke marrë parasysh evolucionin e gjeneratave të reja. Në Argjentinë, arbareshët e quajnë veten dy herë mërgjimtar. Fara me Skënderbeuti sot trashëgo, është vargu që i shoqëron ata. Arbareshi nga Argjentina Antonio Belushi në vitin 1990 mbriti zëri në kuvendin e famshëm të gjithë shqiptarëve në New York për pavarësinë e Kosovës. Arbareshët zakonisht nuk flisnin italisht me njëri tjetrin, por e bënin në një variant të gjuhës shqipe të njohur si arbareshe, një emër që u bë i njohur dhe me cilin u identifikua i gjithë komuniteti i tyre. Natyrisht nuk ishte vetëm gjuha elementi vetëm që dallonte popullin me origjinë nga Shqipëria që mbërriti në Argjentinë, edhe feja luante një rol të rëndësishëm, duke konsideruar banorët si pjesë e besimit katolik, por me rite greko-bizantine ishin raste të veçanta njëjtë sikur se festat fetare, ku çdo fshat në mënyrë të pavarur kishte kishën e vet, dhe shëngjaronin priftin e tyre që ndërmjetësonte në mes Zotit dhe besimtarëve kur ishte dita e Shën Dimitrit. Këto elemente dhe shumë të tjerë faktuajnë që emigrantët e ardhur nga Italia nuk ishin vetëm italian, por ishin dhe arbëresh, të cilët u vendosën në Lujan, në Buenos Aires, rreth vitit 1869. Regjistri civil i vitit 1869 nuk ishte asgjë tjetër përveç se diçka që duhej pëlsuar me dorë nga regjistruesit shtëpi për shtëpi. Në të vërtetë edhe pse identifikoheshin si italian, emrat e tyre tregonin për ardhjen arbëreshe. Ata punonin tokat bujqësore në qarkun e Pestës, pjesë e cila më pas do të përbënte zonën më të madhe të banuar nga arbëreshët, një predispozitë fillestare e cila u bë shumë e dukshme në formularët e vitit 1895, kur u zhvillua regjistrimi i dytë i kombëtar i popullsisë, në të cilin është rritur numri i arbëreshëve në qarkun numër 5.